Federata e Peshkatarëve Sportiv Rekreativ të Republikës Kosovës është një institucion sportivo-rekreativ me volonterizëm të plot, i shtrirë në gati thujse tërë territorin e Republikës Kosovës me aktivitet, por me dokumentacione bazë të cilat i kem në përgjithësi nga qeveria e Republikës Kosovës. Kem obligime për gjithë territorin e Republikës Kosovës, gjithsesi ujërat e hapurat që nënkupton se kem në kompetenca për monitorimin e tyre dhe analizën, por edhe denoncimin në liçej dhe lumejt e vendit tonë. I gjithë aktiviteti i peshkatarëve sportiv dhe rekreativ është në lumë apo në liçe, pra në natyrë 100%. Dhe veprimi është ekologjik. Më intereson se qëllimi kryesor, a është ai ekologjik i Federatës Peshkatarëve Sportiv dhe Rekreativ? Padyshim, për vetë faktin se kemi të bëjmë me një fushë ku aktiviteti jon zhvillohet në ujë dhe në natyrë, nënkupton se ato pjesë ku ne zhvillojmë aktivitetin, ato duhet me qenë të mirëmbajtuna. Edhe po t'i kishim të gjeturat e këqija në teren, ne zakonisht si federat sugjerojmë shoqatat të cilat janë pjesë e federatës që të bëjmë pastrimin kohë pas kohë, po të paktën një herë në vit e kemi një pastrim, i themi ne pastrimin general të lumejve dhe vend peshkimeve ku i bëjmë. Më intereson zoti Slaniku se sa ka peshk në Kosovë. Para se të përgjigjeni në këtë pyetje, më intereson se a kanë peshqit ambient të mirë, a janë lumejt dhe liçenet e Kosovës të pastra për t'i ofruar peshkut jetë normale dhe zhvillimin e faunës ujore. Statistikat e vitit 2014 na japin një gjendje alarmante në 3 sektor e ujrave në vendin tonë. Sektori i parë është shkatrimi i peshkut me rjeta, ku vetëm vitin e kaluar federata së bashku me aktivistët e task forces, të cilën e patëm themelu, ne kemi arritën që diku në nivel vendi t'i konfiskojmë 17.000 metra rrjet të peshkimit ilegal në ujrat tona. Kjo është një gjendje alarmante për degradimin e faunës peshkut në ujrat tona, një faktor. Faktori i dytë është eksploatimi i rërës dhe zhavorit pa kontroll, përkundër marketingut prap politiko bizneso çdo t'i thojmë nga Ministria e Ambientit për ndalimin e këtyre eksploatimeve. Dhe sektori i tretë, ku është ai edhe më shqetësuesi, është që lumejt ton janë shndruar në kanalizimet e pjesëve urbane. Domthonë nuk kemi na një qytet përveç Drenasit që ka një kolektor, e tërë Kosova nuk ka një vend derdhje të ujrave të zeza diku tjetër pos në lumë. Qëllimi kryesor i peshkimit sportiv dhe rekreativ padyshim nuk është që peshku të sillet në sofër, por të pasurohet fondi i peshkut në liçejt dhe lumejt e Kosovës. Sa dhe si veproni në begatimin e fondit të peshkut në Kosovë? Po, janë aktivitetet, por mundësia materiale e federatës dhe shoqatave e bën të pamundun peshkëzimin e ujrave. Ne kemi kërkuar tërë kohën, kemi lobu, kemi trumbetu kado që kemi sjell nëpër institucionet vendore, por edhe donatorët ndërkombëtar që të marrin parasysh peshkëzimin të paktën një herë në vit me lloje specifike me të cilat kishin qenë të mundura të zhvilloheshin edhe vetvetiu pastaj edhe të shumoheshin ato. Po që fatkeqësisht për 15 vite ne kemi has në vesh të shurdhër, është një neglizhencë këtë fushë, pesa deri në vitin 2012 peshkimi dhe peshkataria është njohur si një fushë ndoshta edhe nënçmuese, por që unë po e shfryzoj edhe këtu rastin me prononcu se nuk kem asnjë president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që nuk është peshkatar. Krahasuar me vendet fshinje me të cilat kufizohet Kosova, edhe Serbia, edhe Malizi, edhe Shqipëria, edhe Maqedonia kanë më shumë lumenj edhe liçenj. Madje Malizi dhe Shqipëria edhe det. Çfarë është fondi i peshkut në Kosovë në krahasim me këto vendet që na rrethojnë? A janë ujërat e Kosovës më të pasura apo Kosova në këtë fushë fatkeqësisht është më e degraduara në rajon pas Shqipërisë. Por që mas Shqipënisë pa dyshim se jemi të dytë për ka shkatrimi dhe degradimin në rajon.
Çfarë është profili, të shprehim ashtu, moral e profesional i një peshkatari të Kosovës? Sa ai në atë profil dhe në etikën e një peshkatari e ka kujdesin ndaj natyrës dhe ndaj ambientit? Është primare ajo. Është padyshim primare. Sportistët dhe rekreativistët e Kosovës, sidomos 2 vitet e fundit, vetvetiu dhe pa iniciativën e askujt, as pa iniciativën e federatës, kanë filluar që ta promovojnë sistemin e peshkimit. Peshko, fotografohu dhe lëshon prap në ujë. Ky gjest tregon se vetdia e këtyne peshkatarëve është aq e lartë sa që i dhimbset edhe ai peshk që i bie në grep ta merr edhe ta çon në sofër. Këso lloj peshkatarësh besomni që dita ditës është duke u rrit ky numër. Fokusi ynë nga si vjet e tutje do t'jetë vetëdijsimi dhe parafrimi i gjeneratave të reja me këtë sport dhe rekreacion, sepse mbi të gjitha është një aktivitet i cili është edhe aktivitet familjar. E tërë familja mund të angazhohet dhe të kalojë një vikend perfekt, qoftë edhe në dimër. Edhe sipas ligjit mbi peshkatari dhe akvakultur, Federata e Peshkatarëve Sportiv dhe Rekreativ të Kosovës është obligueshme që të zbatojë masat e zhvillimit dhe të mbrojtjes së fondit të peshkut dhe të organizojë aktivitete për mbrojtjen e ambientit në territorin ku vepron.